Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë gjithmonë me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Është një përpjekje imja modeste me i nxjerr disa mësime të rëndësishme shpirtërore nga libri i Zotit Madhreshëm. Marr parasysh se Ramazani është muaj i Kuranit fesnik dhe mendoj se çdo musliman dhe muslimane duhet të ketë një relacion më të veçantë me librin e shenjtë gjatë këtij muaji. Ishte edhe traditë e pejgamberit, bashkë me melaçen që i sillte Kur'anin, që në Ramazan ta ripërtrinin, ta përsëritnin të tërin. Prandaj, qasja ime do të fokusohet rreth ngjarjeve, historive, le të themi, të cilat shenojnë jetën e profetëve, me një theks veçantë aspektet psikologjike dhe shpirtërore që i karakterizonin këta njerëz. Qëllimi ynë është i dijshëm, të bëjmë përpjekje të ndjekim këta njerëz duke marrë parasysh se ishin të dërguar të Zotit dhe ishin elita e njerëzimit. Dhe duke i ndjekur këta njerëz, edhe e pastrojmë shpirtin, edhe përmirësohemi dita ditës. Isha nal sot te studimi i tipareve psikologjike dhe shpirtërore që kishin dy njerëzit e parë që erdhen në këtë botë, pra Ademi dhe Hava. Këta dy njerëz sigurisht përfaqësojnë përvojën e parë njerëzore mbi tokë. Prandaj është interesant me analizu, domethënë, përvojën e tyre. Kurani thekson një gjë të rëndësishme shumë. Kurani tregon se relacioni i këtyre dy njerëzve që jetonin si çift, si bashkëshort, ishte ta plotësonin njëri tjetrin, ishte ta kompletonin njëri tjetrin, ose ta zaventësonin njëri tjetrin aty ku mungon njëri apo tjetri. Pra, nuk ishte logjika e grindjes, e konfliktit, e përpjekjes të dominoj njëri mbi tjetrin. Ishte krejt logjik tjetër. Ishte logjika që ta plotësonin, ta harmonizonin, domethënë, jetën e tyre së bashku. Ndonse edhe ata u sprovuan, edhe ata kishin të lashe, si çdo çift që ka të lashe. Prandaj, mendoj se duhet ta ruajmë këtë frymë dhe çdo çift duhet ta ketë parasysh një gjë të tillë. Ne bëhemi bashk burrë e gru për të harmonizuar, për ta plotësuar njëri tjetrin dhe secili, domethënë, me bashkëshortin ose bashkëshorten e vet, t'i qaset jetës duke e plotësuar, domethënë, vazhdimisht njëri tjetrin, jo duke u grind, jo duke çu gjithë jetën konflikte. Zoti i Madhreshëm kur na njofton për dy njerëz të parë në këtë botë, Ademin dhe Haven, janë disa versete që i kisha analizuar dhe ishin dalë me një farë lloj konkluze përkitazi me ato tiparet shpirtërore që i kishin këta dy njerëz dhe i kemi gjithë pas tyre sepse ata janë gjeneza dhe të parët tanë. Allahu thot në radhë parë, ne i kemi nderuar bijtë Ademit. Kjo tregon se dinjiteti, nderi, i është dhënë si burrit ashtu dhe gruas. Dinjiteti nuk ndërlidhet me gjinin, që bëjnë shumë njerëz përpjekje ndonjëherë, domethënë dinjitetin me lidh më shumë me burrin ose më shumë me gruan. Jo, dinjiteti është vlerë njerëzore dhe nuk ka të bëjë as pak me gjinin. Zoti i Madhreshëm i ka dhënë dinjitet njeriut përgjithsisht. Ademi dhe Hava uftuan ose ju mundsua të jetonin, të shijonin kënaqësinë e një parajse në tokë. Por kjo parajs kishte disa kufizime dhe më e rëndësishmja ishte se atyre ju ndalohej, domethënë, ti ofrohesh një pemë ndaluar. Zoti i Madhreshëm thot, ne i patëm dhënë porosi Ademit më parë, më herët, por ai harroi dhe nuk e gjetën të vendosur. Kurani i Madhreshëm këtu na kujton një karakteristikë të njeriut. Më herët na tregoi se i ka dhënë dinjitet. Tash na tregon për një problem që e shoqënon, që është pjesë e qëndësishme e tij,
harresa. Pikrisht, harresa bëhet ndonjëherë pikë dopt që ekspozon njeriu, domethënë, ndaj ndikimeve të jashtme, siç është historia e Ademit. Në momentin kur Ademi harron, hapet dera që djalli me bë cytjen, me bë përshpëritjen dhe mu mundu me fut ose me shti Ademin në gabim. Allahu thot, kur Ademi harroi, domethënë nuk e gjetëm të vendosën, djalli i përshpëriti Ademit dhe i tha, atë tregoj një pemë që t'jep përjetësi dhe t'jep pushtet, mbretëni, pasurit pashtershme, përhershme. Dhe këtu na dalin mpa dy tundime të mëdha të dukshme që i shfaqin njeriu për herën këtë botë. E para, dëshira për pavdekësi. Njeriu vazhdon me dash jetën dhe njeriu nuk e don, domethënë, vdekjen. E don përjetësinë. Dhe në anën tjetër, lakmia për pasuri, për pushtet të përhershëm, të pashtershëm. Pra, kur analizojmë këtu vargje kuranore, arrijmë në një farë lloj konkluze që ishin 3 karakteristika kryesore që i përkufizonin dy njerëz të parë dhe bijtë e tyre. Pra, mund të themi që janë 3 karakteristika që i përkufizojnë gjithë bijtë e Ademit, me mesin e shumë veçantive tjera. E para është nderi, është dinjiteti, që e ngre lart njeriu. Domethënë, njeriu i dinjitetshëm gjithmonë jeton larg, jeton me kokë larg, është i dinjitetshëm. E dyta është harresa, është e kundërta, bën përpjekje me lëshu njeriu në poshtë, me bën njeriu me harru rrugën e vërtetë dhe domethënë me hub, si më thonë, orientimin ka Zoti i Madhreshëm. Dhe e treta është prirja për të rënë në tundim, si pjesë e natyrës njerëzore. Momentin kur njeriu bjen tundim, bjen në sprovë, faktikisht njeriu është qenie me mundësi të gabimit, vazhdimisht gabon. Këto janë 3 veçantit e bijve të Ademit: dinjiteti, harresa dhe prirja për të gabu. Mirë po, njeriu ka një cilësi jashtëzakonisht të rëndësishme, ose ka një aftësi të rëndësishme që bën jashtëzakonisht qendje të veçantë. Ajo është aftësia për t'u penduar, aftësia për t'u kthyr te Zoti. Pra, njeriu është qenie që për herë mund t'i sanoj gabimet e të kaluarës, nëse kthillet, nëse i kthehet origjinalitetit, nëse i kthehet Zotit të tij të Madhreshëm. Prandaj, Allahu i Madhëshëm, kur na tregon gabimin e Ademit dhe krejt atë peripetin ose atë fillimin, ato momentet kur Ademi bjen në cytjet e djallit, Zoti i Madhreshëm na thot, dhe Ademi mori disa fjalë nga Zoti i tij, pra u ni i pendun, i ra pishman, dhe pastaj i mësoi nga Zoti fjalë si të pendohet, e ai, Allahu, ja pranoi pendimin e tij, me të vërtet, Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot. Prandaj, sa herë që harrojmë, sa herë që si më thonë, e cenojmë dinjitetin tonë, sa herë që sprovohemi, bëjmë gabime, gjithmonë ekziston mundësia korrigjimit gabimeve. Dhe kjo bëhet veçanërisht duke u kthy krijuesit. Prandaj ne e themi gjithmonë, por për fat keq e themi vetëm në raste të vdekjes, kur na vdes dikush i afërt. Te Allahu t'jemi dhe te ai do të kthehemi. Po, është e vërtet në raste të vdekjes, por ne do të duhej këtë ajet ta përdorim edhe kur jemi gjallë. Pra, në çdo sfidë të jetës, në çdo udhkryq të jetës, në çdo moment kur ne mund ta lakojmë rrugën e vërtetë, ta humbim rrugën e vërtetë, të bijmë në sprovë, ne kur s'do të harrojmë se jemi te Allahu dhe te ai do të kthehemi, po jo vetëm të vdekur, por do të kthehemi edhe të gjallë. Prandaj shpresoj se këto net dhe këto ditë bekuara të këtij muaji do të na shërbejnë për t'u kthyer te Zoti i Madhreshëm dhe për t'u kthjell
në kuptimin e asaj që thjesht me pa vetveten dhe gabimet që kem mujt të bëjmë gjatë mujve të kaluar. E paqit një ditë bekat, faleminderit shumë, selam aleikum.